Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Çfarë do të thotë ti jesh nga Tirana me origjinë që nga themelimi i saj në vitin 1614 dhe të jetosh në Itali? Çfarë do të thotë të lindësh në Tiranë, të bësh të formzohesh në Tiranë, pra të edukohesh, të arsimohesh dhe si gazetare këtë aktivitet ta ushtrosh në Itali? Çfarë do të thotë të jetosh midis Tiranës edhe Romës? Çfarë do të thotë të investigosh në Romë për atë që quhet mafia italiane? Çfarë do të thotë të jesh antar e Këshillit Bashkiak të Tiranës si përfaqësuese e Partisë Demokratike dhe çfarë do të thotë të jesh një shpirt i lirë si gazetare? Mezi e kam pritur një intervistë me Alba Kepin që kam nderin dhe kënaqësinë ta kem këtu sot. Alba, të falenderoj shumë që pranove ftesën. Faleminderit ty për ftesën. Ç'thot Roma apo ç'thot Tirana të pyes? Ti jeta jote është midis Romës dhe Tiranës. Po shumë mirë, unë e shpreh gjithmonë që jetoj mes Romës dhe Tiranës. Jetoj mes dy kryeqyteteve. Roma, të gjitha rrugët të çojnë në Romë, dhe Tirana, dashuria, amaneti, vendlindja ime. Dhe mendoj se më kanë dhënë shumë dhe mundohem të jap, të kthej ato që më kanë dhënë. Dy qytete të mrekullueshme. Prandaj ajo që ju that, jetoj mes Romës dhe Tiranës. Është e vërtetë. Shkoj e vi shumë herë në muaj. Zhvilloj aktivitetin tim si në Tiranë, si në Romë dhe mundohem të bëj atë çka kam pasion, gazetarin. Në qoftë se këto ti do të fjalët e më të bukura që zgjodhe, do t'i bëjnë renditjen më të mirë, ti do bëj një poezi shumë të bukur dhe shumë dashur për Tiranën. Disa burri ke thënë këto? Midis Tiranës edhe Romës, do thonë në atë stilin e Kadares, për shembull, ti do bëj një poezi fantastike. Ku e dihet, ndoshta dhe kam shkruar. Mund ta ke shkruar, po na e thuj pasaj. Megjithatë ne dua sot të zbuloj shumë gjëra për Alba Kepin ose Ali Mehmetin i Vajzërisë. Alba, përpara se të nisim atë bisedën në rrjedhën normale, ishte në protestë të shtunën? Po patjetër. Kam ardhur enkas për protestën. Ua, ka ardhur vetëm për protestën këtë herë? Po. Çfarë thua? Po pse? Sepse mendoj se ka ardhur momenti që secili të bëj angazhimin e tij, jo vetëm me fjalë, jo vetëm me profesion, por edhe me aktivizëm konkret. Unë kam ardhur në çdo protestë të madhe që ka kombëtare, por kam qenë pjesë edhe shumë foltoreve, si në Parabashkisë Tiranës, kam mundur të ndjek vetëm pak për motive pune, foltoret që janë bërë së fundin para kryeministrisë. Nuk do mungoja edhe kësaj here, mendoj se është detyrim qytetar, të paktën përballë asaj çka po jetojmë çdo ditë, me skandale, me kaskandale, me morsmarrje përgjegjësie, bëra dhe pranin time, ashtu siç ishin ju e pat, ishin me mira qytetarë shqiptarë, jo vetëm nga Tirana, kishin ardhur edhe nga diaspora, bashkë me mua kanë udhëtuar edhe nga Italia, nga Firenze, nga Pescara, nga Parma. Kanë ardhur edhe nga Italia? Po, patjetër, me gjithë familjen. Sa mund të jetë numri i atyre që kanë ardhur nga Italia? Po, unë nuk e llogarisë. Po pak a shumë se normal është, normal mos e llogaris. Po me 10 kanë ardhur, padyshim. Edhe nga Gjermania, po, dhe nga Athina, dhe nga Greqia, dhe nga Londra. Kanë ardhur posaçërisht për protestën. Posaçërisht për protestën. Ndoshta fakti që protesta u bë ditën e shtunë, bëri që dhe numri i diasporës demokrate të jetë pranishme në këtë protestë. Pasi, të themi të drejtën, kur një protestë bëhet ditë martë, mërkurë, për ne që punojmë jashtë territorit të Shqipërisë, është pak më vështirë për të organizuar. Dhe prandaj them se numri i emigrantëve që ishin pjesë e diasporës ishte më i lartë se herët e tjera. Nëse ka mundësi regjia një foto të protestës, ne kemi disa foto, po do të pyes pak për protestën. Ti bërtit atje në protestë? Po qeveria kështu bërtit? Po Tirana, të largohet e Tirana, Belinda Balluku? Po patjetër, janë emrat të cilët duhet të mbajnë përgjegjësi. Se duhet ikin? Po duhet ikin sepse kemi skandale të zbardhura nga drejtësia shqiptare, të cilët secili duhet marrë përgjegjësi. Në asnjë vend të botës nuk mendoj që të dalin skandale të tilla dhe të vijohet puna sikur asgjë nuk ka ndodhur, apo jo? Okej, kolege e nderuar, por çfarë arriti kjo protestë? Okej, kishte pjesëmarrje, jam dakord. Këtu jam dhe unë, këtu jam qenë të mbrapa. Këtu jemi përballë parlamentit, apo jo? Po. Përballë parlamentit, për shembull, unë jam në dëshmitare që nga protestuesit nuk është hedhur asgjë. Tymueset dhe gjithçka është hedhur nga forcat e policisë. Unë jam afruar mjaft pranë gardit të policisë, pasi në një moment kam dhe një video që e kam postuar dhe në rrjetet sociale,
pash një person që shkëputet nga grupi i protestuesve dhe vjen përballë tyre. Profesioni, gjithçka më shtyu që të afrohesha dhe kam qenë në këtë krahun këtu, dhe pash një bashkëbisedim mjaft qytetar mes personit që i fliste dhe policëve. Dhe në atë video ai flet dhe mjaft qartë dhe thot: "Jam një migrant, vi nga Londra", thot. "Unë nuk kam asnjë interes për politikën, nuk i përkas politikës. Kam ardhur këtu për t'ju thënë ju, hiqeni kapelet dhe bashkoni me mua, bashkoni me ne, pasi nuk ndodh në asnjë vend të botës që të ketë kaq shumë skandale dhe askush mos të japi dorëheqjen." Dhe kjo video që unë pata fatin ndoshta intuita e gazetares më bëri që ta bëja këtë video dhe të kuptoja se po ndodhte diçka, pati shumë mira klikime, shpërndarje të tjerë, por kjo tregon dhe esencën e kësaj proteste. Ju padyshim mund të kritikohet, mund të gjendet çdo gjë që nuk shkoi mirë, por që një protestë qytetare e cila nuk duhej trajtuar me një gjuhë mjaft ordinare nga ajo që pas protestës nga kryeministri Edi Rama. Të përdorësh një gjuhë ordinare duke i identifikuar protestuesi, huligan e të tjerë, nuk është një gjuha e një kryeministri që pretendon të çojë vendin drejt bashkimit. A ishte normale, zonja Kepi, që kryeministria u qellua me flakadan, me fishek zjarre, me bomba molotov? Dëgjoj, protesta të tilla ka kudo në botë, edhe në Rom ndodh Partit politike? Aktivist, këto nuk ishte vetëm partisë politike, këtu ishin të gjithë. Këto nuk është vetëm PD-ja, këtu janë të gjithë, kjo është një revolt e qytetarëve. Këtë drejtoj PD-ja tani, kjo është protestë politike, kjo është protestë. Kush do ta drejtoj? Forca më e madhe opozitare është parti. Ndodh, ka raste që ndodh, pse jo? Nuk u dëgjoj mjaft të ndërtesa dhe në Torino kemi parë së fundi, kanë hyrë brenda edhe në selin e gazetës La Stampa. Ndodhen gjëra të tilla kur protestuesit, kur aktivistët, kur përfaqësues shoqërisë civile shohin që aty ka një manipulim të së vërtetës, një mosmarrje përgjegjësie apo abuzim me pushtetin, siç është pushteti i drejtësisë, siç është pushteti i fjalës të lirë, siç është demokracia, siç është pushteti ekzekutiv, padyshim që reagimi, revolta vjen e tillë. Duhet të jemi përtej së majtës dhe përtej së djathtës, mendoj se edhe ata përfaqësues të së majtës duhet të jenë koshient se këtu ka diçka që nuk shkon. Me të gjitha ato që janë zbardhur gjatë viteve, muajve të fundit, duhet kishte një marrje përgjegjësie. Duhet kishte një. Si ndodh kjo sipas teje? Çfarë po ndodh? Sepse ju më drejt thatë që në një anë kemi qeverinë që janë shtuar skandalet, është në vitin e 13 dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë, keni shumë drejt dhe kjo është me të vërtetë një gjë shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Nga ana tjetër kemi një opozitë që bën dhe protest dhe nuk e vën vështirësi qeverinë. Tani si e ardhur ti nga Italia po që jeton në Tiranë dhe je Tiranëse. Na shpjego këtë, çfarë po ndodh? Sepse dhe rrugtimi së vërtetës është mjaft i vështirë. Rrugtimi i gjithçkaje që mos harrojmë se Partia Demokratike ka kaluar sfida mjaft të mëdha gjatë këtyre 3 viteve të fundit. Jemi të gjithë dëshmitar të një sfidat e asaj që ndodhi, e një ndasie mes vetes pasi manipulimet dhe padyshim PR-i i partisë në pushtet dhe i diplomacisë. Ka fajle Edi Rama që Partia Demokratike pati ato probleme? Se nuk ushitet ti? Zonja Kepi, po ushit Lulzim Basha. Dëgjoj, gabime ka boll, por pikërisht për këto lloj shitjesh dhe këto lloj manipulimesh ne vijojmë të jemi forca kryesore e opozitare në Shqipëri. Pse nuk po ngrenë kokën dhe partitë e vogla? Sepse ata janë vetëm që partitë e vogla janë si pickime. Prandaj them që Partia Demokratike është vlerë e shtuar e këtij vendi, sikur Partia Demokratike. Jo vlerë e shtuar, është aset. Është aseti i Shqipërisë. Nuk vlerë e shtuar e këtij. Por qeveria nuk e vën në vështirësi, Alba. Vështirësi e vonë, sepse dje Agjencitë Ndërkombëtare të Lajmeve pastruan gjithçka që për disa të herë. Thotë Edi Rama, po pastaj problemi i madh. Thotë Edi Rama, jo. Nuk është ashtu. Ne kemi parë reagime edhe nga diplomacia amerikane, ne dimë se sa e rëndësishme është këndvështrimi politik, gjeopolitik, demokratik i ambasadës amerikane, kur prej disa javësh kjo ambasadë e ngarkuar me punë bën deklarata të forta sa i takon asaj çka ne kemi kuptuar gjatë këtyre viteve, pra një sistem i cili po favorizon vetëm kriminalitetin, narkotrafikun e gjithçka tjetër, besoj se këtu kur më parë nuk kishte ndodhur që ambasada amerikane të kishte një qasje. Shumë e drejtë. Do kthehemi sërish këtu, po të bëjmë këtë pjesën e Alba Kepit që unë me zi. Okej, fillojmë me komentet e fotografive.
Fotografia e parë, lutem regjia, kjo është familja jote e bukur e babit dhe e mamit, ëh? Po, patjetër. I ndrit shpirti i babit tuaj. Faleminderit. Bedriu ka qenë një nga gazetarët më të mirë, jo thjesht gazetar sporti, sepse unë nuk e kufizoj Bedria Ali Mehmetin një gazetar sporti. Ai ishte gazetar sporti, por dimensionet e tij ishin shumë të mëdha se aq. Ai ka qenë botues, publicist, ka botuar libra dhe surpriza është e ime, jam duhet si dhe ti libra këtu, po ja t'ja tregoj me Albës që unë i kam librat e Bedria Ali Mehmetit dhe lexoj. Dhe për çfarë? Është një ngjarje, Tirana e përgjakur dhe ai e ka ribotuar, që nuk flitet. Ore historianët nuk kanë shkruar për këtë ngjarje. Për të vërtetës, Rudina Xhunga ka bërë një shkrim në revistën Klan në 98-99, që janë vrarë gabimisht, do të thënë është se janë dy ngjarje, atë bombardimet e aviacionit anglez dhe ato që ka ndodhur në nëntor me njëherë mbas asaj që quhet çlirimi i Tiranës, pra vrasjen e klasës e grupimeve intelektuale në Tiranë. Dhe Bedri Ali Mehmeti është i pari që e ka zbardhur të plot edhe duke shtuar edhe dokumenta të tjera. Është një libër që kërkohet shumë, por ky libër flet për terrorin e ka quajtur babi, nga tetori. Po, Tirana e përgjakur. Nga tetori 1944 deri në nëntor të 1944. Mes personave të pushkatuar është dhe stërgjyshim. Si quhet? Muharrem Leshi, i cili është nga mamaja? Nga gjyshja, nga mamaja babait. Nga mamaja e Bedriut. Ai është pushkatuar në derën e shtëpisë. Në derën e shtëpisë, pasi njihej për patriotizmin e tij, familja e mirë tiranëse dhe mbi gjitha mbështetës të ballit kombëtar. Dhe aty është pushkatuar në një natë e errët, babi po shkuar mjaft mirë, gjyshja ime ka qenë mjaft e re në moshë, dhe që ndoshta nga ai moment nisi dhe gjithë kalvari i historisë së Bedriu familjes. ka vojtur gjatë komunizmit? Ka vojtur padyshim. Jo, do të thënë çfarë probleme shpati Bedriu? Babi im që në moshën 6 vjeç i arrestohet i ati, gjyshi, i cili ishte një nga ekspertët më të mirë të tekstileve, pasi familja ime, Ali Mehmeti, merre me tregtimin e tekstileve, bënte pëlhurat më të mira që vinin jo vetëm nga Orienti, por vinin sidomos nga Italia, bënte një tregtim mjaft të mirë me Barin, me Livornon, udhtonte shpesh, dhe në kujtimet e babit ai thotë se çdo ditë priste babain e tij, gjyshin tim, pas dite kur ai mbyllte dyqanin, dhe në moshën 6 vjeç ai nuk i vjen më, dhe aty vjen e merr në krye të rrugës, ka rruga barikadave ku ne kemi shtëpitë tona. Sa përqet rrugën barikada të vjet. Jo këto tani, jo. Asa e bukur ishte ajo rrugë. Ajo rrugë është edhe rruga e territori ku ne kemi edhe pronat tona, shumica të cilave edhe janë marrë. I keni marrë ju? Jo, edhe janë zënë nga pallatet, ne kemi mundur të marrim, po 1% e mjaft të vogël. Aty kemi pasur 3 vila tona, një ndërtuar në Po patjetër se ka qenë vila ka qenë. Po, një ndërtuar në 1919, një ndërtuar në 1930 dhe vila kryesore që vijon të jetë edhe sot, që është ndërtuar në 1942. Po ajo që u bë muzeu i luftës? Mos gaboj? Jo, ka qenë për fëmijët e jetim. A jetim ka qenë, po. Befotrofi e quanin. Befotrofi. Tani, më thuajni çka po mamaja, mos flasim vetëm për babin. Edhe mami është lidhja mes mamës dhe babit është një histori dashurie mjaft e fuqishme. Të dy Tiranës. Si quhet mami? Semiha. Po. Ymeri. Pa më e tregon pak. Dashuri mjaft e fortë mes tyre, mami thonë që ka qenë mjaft e bukur, nga femrat e bukura të Tiranës, dhe babi dashurohet marrëzisht. Edhe pse mama ime nuk është nga qyteti i Tiranës, por nga rrethinat, dhe familja e babait kishte shumë dëshirë që ne të jepnin të merrnin mes familjeve të Parisë të Tiranës, por dashuria e fortë mes tyre bëri që ata ato të mos dëgjojnë familje dhe të lidhen. Do ideja është që familje babit tënd ishin, po themi, të ngritur, tregtare e tjerë, dhe e mami në cili fshat ishte mami? Nga Peza e vogël. Nga Peza, tani Peza e kuqe, domethënë këtu ishte. Duket mami, e bukur, duket. Po, shumë onest. Çfarë profesioni mami? Mami ka punuar tek artistikja. Migjeni? Po. Pas ka pas duart e arta. Po, Bënë ato artistik.